Unë këtë përgjigje që ju sapo cituat kam thënë para 3 vitesh. Dhe para 3 vitesh kam thënë që të paktën duhet bërë 10 vjet nga zbatimi ja që u bën 10 vjet. Kështu që është e thjeshtë përgjigja, mendoj që ka plot çështje të cilat duhen adresuar dhe mos harroni që jemi në një fazë përmbyllëse edhe të procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe është koha e dur për ta bërë këtë diskutim. Me bashkime apo për ta arritur? Unë jam kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Sot jam këtu për të komunikuar me ju vendimin e grupit parlamentar për të iniciuar ngritjen e këtij komisioni. Dhe nuk bëj orakullin e vendimeve që do marrë ky komision. Ju keni propozuar një ndryshim në komisionin e mëparshëm, legjislaturën e ardhshme, e kaluar keni propozuar reduktimin e numrit të bashkive, ndërkohë që Partia Demokratike ishte për rritjen e tyre. Tashmë që Partia Socialiste ka votat e nevojshme, do shkoni në ulje të numrit bashkive? Ju e dini këtë gjë që po të propozojmë ne zgjerimin, ata do propozojnë uljen. Po të propozojmë ne uljen, ata do propozojnë ngritjen. Po tash keni vota ndryshe nga herët e tjera, keni vota. Tani, lutem. Ju jeni një institucion tjetër i rëndësishëm përmes të cilit ne synojmë që të komunikojmë me palën tjetër, edhe pse ftesa është që në një nga konferencat e kryetarëve proceduralisht në një nga konferencat e kryetarëve në vijim, kurdo që ta thirrë kryetari i kuvendit, unë do t'ja bëj këtë ftesë edhe drejt për drejti 3 kryetarëve të grupeve parlamentare të opozitës për të filluar punën menjëherë dhe ju lutem mos ta paragjykojmë punën e këtij komisioni. Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar do të atashojë si antar të përhershëm në këtë komision të posaçëm ekspertë vetëm të mirë, deputet të njohës të fushës së pushtetit vendor.